Historiani i njohur Pascal Milo, i ftuar në emisionin Open në News 24, ngriti shqetësimin për mungesën e një infrastrukture të organizuar ushtarake në Shqipëri, duke i quajtur këtë një gabim të pafalshëm. Ai theksoi se në një kohë kur Europa po rrit shpenzimet për mbrojtjen dhe pas paralajmërimeve të SBA-s se do të kufizoj fondet në NATO nëse vendet europiane nuk kontribuojnë më shumë, Shqipëria nuk mund të mbështetet vetëm në aleancën ushtarake. Sipas tij, pavarësisht anëtarësisë në NATO, fshinjët tanë si Serbia dhe Greqia vijojnë të armatosen çdo ditë, çka e bën të domosdoshme që edhe Shqipëria të ketë një minimum të garantuar infrastrukture ushtarake. Milo shpreh se nuk është e nevojshme që vendi të shpenzojë aq sa të dëmtojë ekonominë, por të sigurojë një nivel bazë që është çështje dinjiteti shtetëror. Ai theksoi se kjo duhej të ishte përgatitur prej kohësh, por është anashkaluar me argumentin se na mbron NATO. Për të përmirësuar situatën, Milo sugjeroi rivitalizimin e industrisë ushtarake shqiptare, blerjen e avionëve dhe anijeve moderne për mbrojtjen e kufive dhe përballimin e krimit të organizuar, i cili shpesh është më i pajisur se vetë shteti.